Përshëndetje miq, në ditën e sotme unë do të përgatis një kek me çokoladë. Për këtë recetë do të përdorim këto përbërës. Këtu kemi gati 200 gram çokoladë dhe disa çokolada të vogla të cilat do t'i përdorim për dekorim. Gjithashtu do të na duhen 6 lugë me miell të bardhë gruri, 3 kokra vezë të cilat i kemi ndarë, të bardhat më vete, të verdhat më vete, 4 lugë vaj, 4 lugë qumësht. Këtu kemi 4 lugë me sheqer, kurse këtu kemi 2 lugë të tjera, po prapë me sheqer. Gjithashtu do të përdorim 1 lugë çaj me pluhur pjekje. Këtu kemi pak krip, na duhet 1 paketë sheqer vanilje, gjithashtu 1 lugë gjelle me shurup panje. Meqense vezët i kemi ndarë, të bardhat dhe të verdhat më vete, fillimisht do të rrahim me rastin elektrik të bardhat e vezëve. Në një enë të thellë do të shtojmë të bardhat e vezëve, do të shtojmë shumë pak krip, aq sa të na kapin duart, 2 majat e gishtave. Gjithashtu do të vendosim dhe rasin në prizë dhe do të rrahim të bardhat e vezëve. Fillojmë të rrahim të bardhat e vezëve dhe pak nga pak do të shtojmë në këtë enë, do të shtojmë dhe 2 lugët me sheqer. Pra pasi ka filluar të bardhat e vezëve që të bëhen shkum, këtu do të shtojmë 2 lugët me sheqer. Shtojmë 2 lugët me sheqer dhe vazhdojmë përzierjen. Pasi e kemi rrahur vezën me makinën elektrike për gati 6 minuta, e provojmë në këtë mënyrë dhe shohim që veza e bardha vezës është rrahur plotësisht. Duke e kthyer në këtë mënyrë enën, shohim që e bardha vezës nuk shket, qëndron e lidhur. E kemi përgatitur plotësisht dhe tani do të vazhdojmë duke rrahur të verdhat e vezëve. Në një enë tjetër më të thellë do të shtojmë të verdhat e vezëve, do t'i rrahim pak nga pak duke shtuar sheqerin dhe sheqerin e vaniljes. Vendosim të verdhat e vezëve në një enë tjetër dhe kjo duhet të jetë pak e thellë. Këtu do të shtojmë qumshin, gjithashtu vajin. Qumshtin dhe vajin e kemi nga 4 lugë gjelle, janë masa standarde për këtë ëmbëlsirë. Gjithashtu duke i përzier të verdhat e vezëve dhe duke shtuar pak nga pak sheqer që të tretet gjatë përzierjes. Pasi kemi përzier të verdhat e vezëve për 2-3 minuta, këtu do të shtojmë sheqerin vanilje, i cili do t'i japi një aromë shumë të mirë kekut ton, gjithashtu dhe shurup panje. Në qoftë se nuk ju gjendet në shtëpi shurupi panjes, nuk ka problem, mund ta përgatisni thjesht edhe me sheqer vanilje. Këtu do të shtojmë 6 lugë gjelle me miell, por do t'i shtojmë pak e nga pak. Jo të gjithë miellin ta hedhim njerësh, por do të shtojmë pak nga pak dhe do të vazhdojmë t'i përziejmë. Duke shtuar pak e nga pak të gjithë miellin në enën ku kishim vendosur të verdhat e vezëve, do të shtojmë gati 1 lugë çaj me pluhur për pjekje. Dhe vazhdojmë i përziejmë. Ja ku i kemi të përgatitura edhe të bardhat e vezës edhe të verdhat e vezëve. Tani do të marrim nga pak nga të bardhat dhe do të shtojmë tek ena ku kemi të verdhat. Por do të jemi të kujdesshëm që përzierja e tyre të jetë nga lart poshtë, një lëvizje e njëjtë, jo e rrëmujshme e dorës. Duhet të ndiqet ky lloj rregulli. Kështu do të vazhdojmë duke marrë pak nga ena ku kemi të bardhat e vezëve. Do t'i shtojmë në enën tjetër dhe do të vazhdojmë përzierjen në këtë mënyrë. Që të mos bjerë shkuma e të bardhave, duhet të përzien mirë me kujdes. Pasi të bardhat e vezëve i kemi vendosur tek ena ku kishim hedhur më parë të verdhat, të rrahura bashkë me miellin, ajo është përthithur shumë mirë nga brumi dhe është bërë një krem i tillë. E kemi gati për ta vendosur për ta pjekur në enë. Në një enë ku do të vendosim për pjekje kekun, më parë
atë do ta lyejmë me pak vaj. Të gjithë sipërfaqen e saj e lyejmë me ndihmën e një furçe me pak vaj. Gjithashtu shtojmë dhe pak miell të bardhë. E hapim me kujdes edhe miellin në gjithë sipërfaqen e enës që të mos ngjiti keku kur e pjekim, të dali me lehtësi. Pasi e kemi lyer tavën me pak vaj dhe me miell, këtu do të shtojmë kremin të cilin e kemi përgatitur pak më parë. E vendosim të gjithë në enën për pjekje. Ky kek do pak kujdes në pjekje. Jo kush e di se çfarë, por duhet të ulim temperaturën në 150 gradë kur e pjekim dhe gjithashtu kekun do ta vendosim në një tavë tjetër për pjekje dhe do ta mbushim me ujë të ngrohtë në banjo mari. Ja ku e kemi vendosur tashmë në enën ku do ta pjekim. Gjithashtu e vendosim në një enë tjetër Pyrex dhe në banjo mari do ta pjekim në 150 gradë për gati 60 minuta. Por më parë do të shtojmë këtu dhe pak ujë të ngrohtë. Do të shtojmë edhe ujin e ngrohtë, gati gjysmën e tavës, dhe kemi gati për ta vendosur në furrë. Edhe një gjë tjetër, që furra duhet të jetë e para ngrohur gjithmonë kur pjekim ëmbëlsira. Pra e kemi vendosur tashmë në 2 enë, pra në një enë me ujë të ngrohtë dhe në tavën ku do ta pjekim. E vendosim në furrë në 150 gradë. Pasi e pjekim kekun, e heqim nga furra dhe e lëm të ftohet për pak dhe më pas me një thik ngacmojmë anët e tij, nga të gjitha anët deri në fund, në thellësi, dhe më pas e kthejmë në një enë tjetër. Ne shohim që ngjyra e pjekjes është më e fortë sipër dhe poshtë ka më pak ngjyrë. Por nëse vendosim në thellësi thikën, shohim që nuk ka brum të ngjitur, pra është pjekur plotësisht. Gjithashtu, këtu kemi përgatitur dhe ganashin. Çokoladën e kemi shkrirë me pak qumësht dhe me gjallë. E përziej mirë. Mund ta shkrim në mikrovalë, e përziej mirë. Dhe pasi ta kemi përzier mirë, do të lyejmë kekun nga jashtë. Fillimisht me ndihmën e furçës do të lyejmë anët e kekut që të marri më shumë çokoladë, sepse ne mund ta hedhim edhe sipër, por ai derdhet dhe nuk na i lyen mirë anët. Për këtë arsye me ndihmën e furçës mund ta lyejmë pjesë tanësore. Ja pra ku e kemi lyer rreth e përqark kekun. Dhe mund të hedhim edhe sipër që të ketë një, mos të duket via nga furça, por të marrë një ndritshim më të mirë. Ja ku e kemi gati. Do ta lëm tani të ftohet. Mund ta vendosim në frigorifer për një kohë të shkurtër, ose nëse duam në temperaturën ambientit, mund ta lëm për më gjatë, të ftohet mirë dhe më pas e konsumojmë. Gjithashtu do t'i vendos edhe çokoladat sipër për dekorim. Pasi e kemi lënë të ftohet plotësisht, mund ta presim kekun dhe ta shijojmë. Dhe ja ku e kemi. Vendosim me kujdes. Shpresoj që ta pëlqeni këtë recetë kur ta gatuani edhe ju, sepse është e thjeshtë dhe shumë e shijshme.